Këtë javë u zhvillua mbledhja e zgjeruar mujore e grupit parlamentar socialist, ku u bë një diskutim i detajuar nga deputetët mbi ecurinë e punës në një sër sektorësh për të cilët raportuan ministrat përkatës. Po ashtu, në mbledhjen e zgjeruar mujore të grupit, unë fola për raportet midis politikës dhe drejtësisë në një fazë kur shumë çka pozitive është arritur, por shumë çka tjetër kërkon adresim. Dhe për gjithë ata që janë të interesuar, mund t'i kthehen fjalës time në po këtë faqe në ditën kur u mbajt mbledhja e zgjeruar mujore grupit faktikisht të njëjtën e shkuar. Ndërkohë, po aty unë ndava me deputetët edhe planin e ndryshimeve në qeveri, të cilat janë ndryshime që shkojnë në atë që unë e kam konsideruar si një qasje e re në këtë aspekt dhe për cilën kam folur qysh në fjalën e drejtuar Asambles Kombëtare në krye të punëve të këtij mandati, duke bërë edhe krahasimin mes ndryshimeve në një skuadër futbolli me ato në një skuadër basketbolli, kështu që në këtë aspekt ndryshimet ishin të para, por natyrisht që nëse rrethanat do të kishin qenë të ndryshme, nuk do të kishte ndryshuar për rezultatet e jashtëzakonshme në punë zëvendës kryeministrja dhe ministrja e infrastrukturës dhe energjisë, që aktualisht në bazë të mbledhjes zgjeruar të grupit dhe të planit të ri të kompozimit të qeverisë është ish zëvendës kryeministrja dhe ministrja e infrastrukturës dhe energjisë. Por gjithsesi për këtë temë fola pak në mbledhjen e grupit dhe rezervova dhe më mbetet e rezervuar e drejta që të flas në mënyrë më shtërruese pasi të kem lexuar edhe raportin e Këshillit të Mandateve. Dua të ndalem këtu edhe një herë për të adresuar një zhurmë të jashtëzakonshme bombash artizanale që shpërthyen në të tëra 700 tenxheret politike mediatike të Shqipërisë, lidhur me një fatkeqësi natyrore, ose siç quhet në kontratat e infrastrukturës një ndërhyrje në një force madhore, pra që s'ka të bëjë me njeriu, por me natyrën, në aksin e korridorit të 8, në kantierin e korridorit 8, ku po ndërtohet një nga veprat më kuptimplota të Shqipërisë së viteve pas rënies së regjimit. Dhe kjo zhurmë, kjo çmenduri, e cila përcolli në mënyrë këmbgulse në veshët e shqiptarëve mesazhin se ajo rrëshqiter për disa qindra metrash në një aks shumë kilometrash ishte pasojë e korrupsionit, nuk është asgjë tjetër përveç se pjesë e një zinxhiri tër histerie që i vjen rrotull këmbëve
të Shqipërisë pikërisht në kohën kur Shqipëria është duke kryer misionin më historik të saj për të mbërritur më në fund në majën ku meritojnë të qëndrojnë shqiptarët, aty ku është shtëpia e përbashkët e Bashkimit Evropian. Dhe pikërisht kur Shqipëria po e lufton korrupsionin më fort se asnjëherë dhe të janë fakte, këtu flitet se korrupsioni është më i madh se asnjëherë. Po kaq e vërtetë është kjo sa që është e vërtet lidhja e korrupsionit me atë rëshqitje. Zero. Aty ka një gjeologji të vështirë dhe rëshqitja ka afektuar jo aksin e ri, asgjë që lidhet me kantierin dhe me të gjitha punimet që janë bërë në kantierin përgjatë segmentit rrugës Elbasan-Qafthan, por rrugën e vjetër, në një vend ku terreni malor, formacionet argjilore dhe shpatet e paqëndrueshme janë afektuar ndjeshëm siç ka ndodhur në shumë vende, duke nisur nga Greqia fqinje, për shkak të rreshjeve shumë intensive dhe këmbgulse të këtij dimri. Autoriteti rrugor shqiptar ka ndërhyrë menjëherë me masa adeguate emergjence. Policia e shtetit ka bërë të gjitha përpjekjet për siguruar prani 24 orë në të gjitha ditët që kur ka ndodhur bllokimi për të garantuar sigurinë. Puna intensive për hapjen e rrugëve alternative nuk është ndalur as një minutë, po ashtu dhe puna për të stabilizuar gjeoteknikisht terrenin. Paralelisht ekipet inxhinierike janë terren për të shkuar përtej riparimit sipërfaqësor që nuk është i mjaftueshëm, sepse duhet garantuar stabilizimi i thelluar që t'i japi fund një herë mirë problemit që është shfaqur aty dhe që ta bëj këtë në mënyrë të qëndrueshme. Dhe prandaj, paralelisht me menaxhimin e situatës aktuale, po përshpejtohet zhvillimi i kësaj infrastrukture të re strategjike. Kështu që edhe një herë është shembulli tipik më i freskët i diferencës midis realitetit dhe të vërtetave të një Shqipërie që ngjitet dhe dëshpërimit të atyre që përfaqësojnë Shqipërinë që ne gjetëm në Humner dhe që nga Humnera ku ndodhen duan ta tërheqin këtë vend poshtë, por nuk kanë për t'ia dalë sepse kjo Shqipëri nuk ndalet. Kemi miratuar këtë javë dhe një nga vendimet më të rëndësishme që lidhet drejt për drejt me një nga shtyllat kryesore të jetës vendit dhe që ka bëj në mënyrë të pasgjithshme me mirëritjen e fëmijëve tanë, që është arsimi. Nga 1 janari hyri në fuqi indeksimi me 2.5% i pagës bruto dhe për të gjithë punonjësit mësimor dhe jo mësimor të arsimit parauniversitar, që nuk është vetëm kaq, por për kategoritë me pagë nga 58.000 deri në 74.000 lekë në muaj aplikohet dhe një shtesë tjetër prej 3.000 lekësh, që do të thotë se rritja e përgjithshme për këto kategori arrin nga 4% deri në 5.17%. Kjo është një risi në buxhetin e shtetit shqiptar, pra indeksimi i pagave, gjë që është aktuale në këtë pikë të bisedës për mësuesit, por nuk janë vetëm mësuesit që përfitojnë nga ky indeksim. Gjë që ndodhte deri dje vetëm për pensionistët, sepse ato ishin dje mundësit. Sot kjo Shqipëri ka mundësi të reja dhe siç e kam thënë në kohë të padyshueshme kur i thon fjalës, pra atëherë kur këto gjëra nuk ndodhnin, kam thënë se do të ndodhnin, që sa herë të rrisim mundësit duke rritur ekonominë, aq herë rritja e mundësive do të kthehet në diçka e prekshme për njerëzit. Dhe është e prekshme aktualisht për 36.390 punonjës sistemit arsimor. 30.000 në arsimin parauniversitar, 1.500 në arsimin profesional, 4.890 në arsimin parashkollor
dhe në konvikte, me një efekt financiar të konsiderueshëm për buxhetin e shtetit, por tërësisht të merituar për njerëzit që përfitojnë. Dhe nuk është një shifër në tabel, është një mesazh i qartë se tani më nuk jemi më në kohën kur duhet pritur me vite për të parë një rritje sado simbolike page, por jemi në kohën që rrisim ekonominë, rrisim mundësitë dhe rrisim aftësinë rishpërndarëse të shtetit. Dhe është një mesazh për punën e mësuesit, për punën e edukatorit, psikologut, punonjësit social dhe çdo punonjës në sistemin arsimor, se ne jemi pranë tyre dhe do të vazhdojmë të mbështesim dhe përsëris sa herë të kemi një mundësi të re, ajo mundësi e re do të jetë një mundësi për ta, për rritjen e mirëqenies së tyre. Këtë javë kemi po ashtu fuqizuar më tej skemën e mbështetjes për startupet në kuadër të grantit 2026, duke strukturuar financimin sipas fazës reale të zhvillimit të biznesit. Në fazën fillestare mbulojmë 100% kostove dhe pastaj në fazën e vlerësimit, financimi rritet duke shkuar me mbulim 85% për startupet që kanë testuar produktin dhe që po konsolidojnë modelin e biznesit. Ndërsa pastaj në fazën kur vjen rritja, atëhere pra rritja e startupit në fushën e lojës konkurruese, financimi shkon në 75% për kompani që janë në treg dhe që pikërisht po synojnë të ngjiten. Kjo nuk është thjesht një skemë financimi, është një mekanizëm për të kultivuar një kulturë të re sipërmarrjen që bazohet tek kurajoja, tek inovacioni dhe tek orientimi drejt tregut global. Gjë që po e bëjnë me gjithmonë e më shumë sukses, gjithmonë e më shumë sipërmarrje njerëzish, vajzash dhe djem të talentuar të këtij vendi. Shqipëria nuk mund të ndërtojë një ekonomi konkurruese vetëm i sektorit tradicional, por me fokus në teknologji, shërbime digjitale, inteligjencë artificiale, pranë produkte me vlerë të shtuar që konkurrojnë jashtë në tregun rajonal dhe europian, pa i nxitur të rinj dhe të reja dhe talentuara që të ikin nga ky vend, por që nga ky vend të pushtojnë botën. Edhe diçka tjetër në këto shënime, raporti i fundit i Bankës Evropiane për Investim dhe Zhvillim jep një konfirmim tjetër, edhe një herë të faktit që ne e përsërisim prej kohësh, po çuditërisht kur këto i thon të huajt, kur i thon organizmat me reputacion ndërkombëtar, ngjisin më shumë. Ekonomia shqiptare po rritet me qëndrueshmëri. Në vitin 2025, sipas Bergit, rritja reale e prodhimit të brendshëm bruto ishte afro 4%, ndërsa për periudhën 2026-2027 parashikohet një ritëm i ngjashëm. Këto nuk janë thjesht shifra statistikore, janë indikator të një stabiliteti makroekonomik dhe të një besimi të ri të Shqipërisë tek vetja dhe të investitorëve tek Shqipëria. Rritja mbështetet kryesisht në sektor jo vetëm tradicional, pra në sektorin e pasurisë të paluajshme, që mund ta quajmë tradicional, por dhe në shërbimet e teknologjisë së informacionit dhe të komunikimit, gjë që është një prurje e re në portofolin e ekonomisë tonë dhe që lidhet dhe me ato që thash në pikën e mëparshme të këtyre shënimeve. Një tjetër element, domethënë, është niveli rekord i investimeve tuaja direkte në vitin 2025, përqendruara edhe këto në pasuritë paluajshme dhe në shërbime financiare, një pikë që i përgjigjet asaj pyetjes së famshme dhe famkeqe, po kush i blen këto apartamente, kush i blen këto ndërtime? Dhe ndërkohë që blerësit me në shtetësitë huaj, jo vetëm shqiptar që kanë marrë një në shtetësitë huaj, por flasim këtu për të huaj që kanë në shtetësitë huaj dhe kombësitë huaj vetëm rriten. Dhe e fundit për Ballkanin Perëndimor, Bergji parashikon një përshpejtim të rritjes ekonomike edhe në vitin
2026 edhe në vitin 2027, gjë që përbën patjetër një lajm shumë të mirë edhe për Shqipërinë që pozicionohet me një ritëm konkurrues në këtë rajon.